Në galerinë e Qendrës së Kulturës në Vlorë u zhvillua këtë të njëjtë aktiviteti Gratë në Art, një moment i veçantë kushtuar festës së 8 marsit dhe rolit jashtëzakonshëm të grave në artet pamore. Në një atmosferë të ngrohtë dhe frymëzuese, u vlerësua kontributi, talenti dhe ndikimi që gratë artiste kanë dhënë ndër vite në zhvillimin e artit dhe kulturës. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplani, në shenjë mirënjohje, u ka dhuruar karafila grave të pranishme në këtë aktivitet. Aktiviteti shërbeu si një hapësirë reflektimi dhe vlerësimi për krijimtarinë artistike të grave, duke theksuar rëndësinë e zërit dhe vizionit të tyre në botën e artit. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplani thekson se ky është një aktivitet që zhvillohet për herë të parë dhe një risi për këtë institucion. Po, është për herë të parë, si gjithmonë Qendra Kulturore vjen me risi të reja, është një aktivitet kushtuar grave, kryesisht grave në art, me rastin e 8 marsit. Si u prit? Si që patë, salla ishte të mbushur, kemi shumë gra të talentuara në profesione të ndryshme, si që është piktura, fotografia, qëndisma dhe shkrimi i libri. Pra, këto gra nuk janë piktore apo janë? Absolutisht, janë amatore, por që janë adhuruese të artit. Me këtë rast, unë dua të bëj një urim special për të gjitha gratë e qytetit Vlorës dhe jo vetëm, gëzuar 8 marsin. Për ekspozitën flet edhe kuratori Armelinda Xhebro. Është një kënaqësi për ne që t'i kishim pjesë. Dhe si që shikoni, ka një pjesëmarrje dhe një larmishmëri artistesh, kemi poete, kemi piktore, fotografe, të cilat na kanë sjell punët e tyre të bukura. Ju si kuratore, çfarë ju ka tërhequr më shumë? Atëherë pjesa më e bukur që kemi ne kuratorët është vendosja dhe po them sistemimi i çdo pikture. Juve i shikoni të gjitha të kompletuara, por ajo që kam bërë unë me kolegun tim është i kemi marrë një nga një dhe i kemi vendosur edhe menduar në vendet e dura dhe ta prekësh direkt artin është akoma më bukur se sa thjesht ta shikosh, kështu që kjo është kënaqësia jonë. Edhe gratë që shpalosën punimet e tyre shprehën emocionet. Jemi mbledhur sot të gjithë gratë dhe vajzat për të kaluar orë produktive së bashku dhe duke prezantuar në të njëjtën kohë edhe punët tona artizanale të dorës, kujtime të vjetra, si për shembull këto pecetat janë të pajës time. I kam qëndisur dhe i kam pikturuar vetë në moshën 16-17 vjeç që mund të kem qenë. Dhe këto janë një kujtim i bukur dhe një punë dore artizanale që shpresoj që të pasojë tek brezat e rinj, se pak nga pak telefoni ka shkëputur fare vajzat e reja nga punët e dorës që janë shumë të bukura. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Do të thënë ishte një surprizë. Nuk e mendoja që gratë e këtij grupi, që nuk janë artiste të njohur apo janë thjesht, do të thënë, të bëjmë kaq prodhime të bukura, jam arritur. Unë jam një nga pjesëtarët që kam bërë këto piktura dhe foto. Jemi të kënaqura për çfarë kemi bërë. Qendra Kulturore e Vlorës ka vlerësuar kështu gratë me rastin e 8 marsit, teksa ftoi në një ekspozit gratë të cilat kanë talente të ndryshme, përfshi këtu pikturën, punimet e dorës e të tjerë. Kështu gratë kontribuan në një ditë të bukur, plot art, kulturë dhe frymëzim.